Detajet e reja dalin nga arrestimi I biznesmenit Ergjys Agasi, I kërkuar prej muajsh nga drejtësia për dosjen e tenderëve të Akshit. Sipas informacioneve, Agasi është kapur teksa lëvizte nga Elbasani në drejtim të Durrësit, gjatë një operacioni të mirë organizuar te zona e Plepave, ku janë angazhuar forcat speciale Renea dhe FNSH. Por detaji që e bën edhe më të fortë operacionin është personi që ndodhej me të në makinë në momentin e kapjes. Ergjys Agasi ishte nën shoqërinë e Uljan Shpatarakut, ish zyrtar I lartë I policisë së shtetit, I njohur edhe si ushtari ish drejtori të policisë Ilir Proda. Mësohet se të dy janë arrestuar nga policia. Shpataraku nuk është më pjesë e policisë, vetëm 3 muaj më parë në maj 2026. Drejtori I përgjithshëm I policisë së shtetit, Skënder Hita, firmosi përjashtimin e tij nga radhët e uniformave blu. Ai ishte pezulluar më herët nga detyra, ndërsa motivi për largimin e tij u raportua mosparaqitja në punë. Në atë periudhë mbante detyrën e asistentit në Departamentin për Teknologjinë e Informacionit në Policinë e Shtetit. Por Shpataraku ka pasur një histori të gjatë problemesh brenda policisë. Në vitin 2023, kur mbante funksionin e shefit të antidrogës në policinë e Elbasanit, ai u pezullua dhe u mor nën hetim për shpërdorim detyre. Hetimi lidhej me një ngjarje të shtatorit 2022, kur Shpataraku kishte kapur një person të shpallur në kërkim, por më pas e kishte lënë të lirë duke mos zbatuar urdhrin e prokurorisë. Masa e pezullimit ndaj tij u la në fuqi edhe nga gjykata e lartë. Pavarësisht këtij episodi, Shpataraku u rikthye në sistem dhe vijoi ngritjen në strukturën drejtuese të policisë. Karriera e tij është e lidhur fort me Elbasanin. Shpataraku ka punuar si zëvendës I Ilir Prodës, gjatë kohës kur ky I fundit drejtonte policinë e Elbasanit, më 3 tetor 2024, ditën kur Proda mori drejtimin e policisë së shtetit në krye të strukturave të Elbasanit u komandua pikërisht Shpataraku. Më vonë ai u transferua në drejtorinë e përgjithshme të policisë. Shpataraku është përmendur edhe në materiale të strukturave ligjzbatuese lidhur me dyshime për dekonspirim operacionesh policore, mos raportim aktivitetesh kriminale dhe fshehje denoncimesh. Këto janë raportime mbi dyshimet e ngritura ndaj tij dhe jo konstatime të një vendimi gjyqësor. Në mars të këtij viti ai u pezullua sërish nga detyra, ndërsa në maj erdhi vendimi përfundimtar I Skënder Hitës për ta nxjerrë atë jashtë policisë së shtetit. Vetëm pak muaj më vonë Shpataraku del në një tjetër episod të fortë, në shoqërinë e Ergjys Agasit, në momentin kur forcat speciale kapën këtë të fundit. Biznesmeni kërkoi që prej dhjetorit 2025, kur GKKO caktoi ndaj tij masën arrest me burg në dosjen e Akshit. Spaka akuzon Agasin dhe biznesmenin Ermal Beqiri si pjesë të një grupi të strukturuar kriminal që dyshohet se manipulonte tenderet e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, duke përdorur sipas hetimit edhe dhunën dhe heqjen e paligjshme të lirisë. Një nga episodet më të rënda të dosjes është ai I biznesmenit Geron Meçe, I cili sipas hetimeve u mor forcërisht në gusht 2025 nga persona të veshur me uniforma policie dhe të ngjashme me ato të BKH-s. Ai u mbajt nën presion që të tërhiqej nga ankimimet për tenderet të Akshit dhe më pas u la I lirë në një fshat të qarkut të Elbasanit. Sipas materialeve të hetimit të raportuara në media, urdhri dyshohet se lidhej me grupin e drejtuar nga Agasi dhe Beqiri. Të dy biznesmenët I shpëtuan në operacionin të dhjetorit 2025. Beqiri u kap më pas në Francë në korrik 2026, ndërsa Agasi vazhdoi të ishte në kërkim. Tashmë arratia e Agasit përfundoi në Durrës me ndërhyrjen e Reneas dhe FNSH-s, dhe me një detaj që pritet të marrë vëmendje të veçantë. Në momentin e kapjes, sipas informacioneve, ai ishte me një njerëz që deri pak muaj më parë kishte qenë pjesë e strukturave drejtuese të policisë, dhe jo më një ish polic çfarëdo. Uljan Shpataraku ka drejtuar policinë e Elbasanit, ka qenë shef antidroge në këtë qark, është pezulluar dhe proceduar më herët për lirimin e një personi, dhe në maj u përjashtua përfundimisht nga policia e shtetit.